Just a second. Mirë, sot mbahet kuvendi I rregullt I Aleancës për Shqiptarët, I caktuar prej janar të këtij viti. Sot 6 prill kemi disa pika të rendit të ditës, kooptimi disa antarëve të ri në kuvendin dhe në kryesin e partisë. Kemi një deklaratë për rastin e Koçanit, aktualitetet politike në Maqedoni, zgjedhjet lokale do të diskutojmë, dhe të ndryshme që mund të propozon diçka për të diskutuar prej antarëve të kuvendit qendror. Besoj se do të ketë atmosferë të këndshme në kuvend dhe kur të mbarojmë me kuvendin, ju informojmë se çfarë kemi deciduar dhe çfarë konkluzione kemi sjellë. Si është aktuali situata aktuale politike me që përkene në renditër me gjitha të zhvillime që iniciuat fakt ju? Zhvillimet janë shumë dinamike, ngjarjet e shihni jo vetëm në Maqedoni, po në tërë botën, po edhe në rajon ka zhvillime të jashtëzakonshme, kështu që unë mendoj se jo Maqedonia, po edhe rajoni, sidomos Shqipëria dhe Kosova janë shumë të rëndësishme për ne. Prandaj me urtësi, me qetësi, duhet t'i shohim të gjitha pikpamjet dhe të sjellim vendime sa më dinjitoze dhe sa më racionale. Unë dua t'i dëgjoj më shumë antarët e kuvendit, normalisht do t'a jap edhe unë si kryetar partie mendimin tim, dhe në fund zbashku duhet ta sjellim një konkluzion që do jetë I përbashkët dhe unanim, shpresoj të komplet kuvendarëve të Aleancës për Shqiptarët. Mendimi jot personal. Unë do t'i tregoj gjitha zhvillimet dhe ngjarjet dhe duhet të sjellim vendim, janë afër 140 vet antarë të kuvendit. Dhe s'mundem të them se s'mund të diktoj vendim patjetër se kështu tjetër. Sa është Shqipëri vetëm afër vlenit në këtë moment? Ne jemi pjesë e vlenit, jo sa e shohim afër vlenit, ne jemi pjesë e vlenit. Do të tentojmë deri në fund që të gjejmë një zgjidhje së bashku me vlenin. Në qoftë se jo, kemi edhe opsionin që të shkojmë vetë në zgjedhje. Kur ka qenë takimi I fundit me Izet Megjitin? Me Izet Megjitin, takimi I fundit para 4 ditësh, brami e kemi ditë për 2 orë bashkë. Vetëm me Megjit mos ishin edhe lidera tjetër? Vetëm me zotëri Izet Megjitin ka qenë takimi takimi I fundit me Izet Megjitin. Po me Aliametin kur ka qenë takimi I fundit? Rastësisht gjeu takuam, unë kisha takim me presidentin, ato që ishin aty që incizeshin e di, unë as pak që kisha informata se vjen aty mbas meje dhe Aliameti, po as gjë të keqe. Unë edhe mos kishte zhvillimet këtilla, unë se kam plan, edhe ndërmend që mos flas një politikani shqiptar apo makedonas këtu në vend. Përveç me Apasjevën s'du të kem punë. Me tjerit, me kret jam ndjenjë tul, jam bisedoj, flas të përshëndetjeni, kështu që asë e diskutoj. Keni dhënë tërheqje nga nënkryetari I partisë, për shkak se në anën tjetër jeni nënkryetari I Zoti Selës dhe këndej ju shohim krahë vend të Ramatit. Sot po patëm takimin me kryetarin dhe biseduam çështjen të cilën unë me muaj me radhë kam paraqitur edhe në çdo parakitje time televizive që Aleanca duhet të jetë sa më e bashkuar, në veçanti në situatat e fundit ku përmendja dhe kryetari, përpos subjekteve politike edhe shqiptarët duhet të jenë faktorë që të bashkohemi gjithë së bashku dhe kjo ka qenë ideja që sot ta diskutojmë edhe më gjërësisht në kuvend, ku unë kam biseduar me degën e Vrapçishtit, gati se gjithë janë gati mes pakat dhe dilemave që unë kam paraqitur, sot mora guximin dhe ashtu edhe ram dakord që ti eliminojmë gjitha dilemat dhe vazhdojmë Aleanca të jetë sa më e bashkuar. Tash më thua se Aleanca po bëhet një dhe po sigurisht unë do të vazhdoj edhe në ato përpjekje që Aleanca të jetë një dhe gjithë jemi ashtu siç kemi të një dhe të jemi Aleanca që nesër do të jemi edhe partia më e madhe. Po jeni si kërkuari I ASH-s apo si kryetar komune? Nuk po.
këtu jeni si i dërguari i IASH-s për së bisedime apo si kryetar komune? Unë kam shpallur kandidaturën time të pavarur, edhe në parakitje tjera kam marrë mbështetje absolute që ne si Aleancë të vazhdojmë të bashkuar. Lutëm, ti je në kryetar, andaj dhe nuk kemi një ndërheqje të deponuar, këndaj na thu je kandidati i pavarur i komunës dhe të shohim krahas Unë me nuk Ravarit. jam kryetari i partisë derisa kam paraqitur kandidaturë të pavarur. Nuk kupton qartë ajo çka kam thonë. Insistimi im është që Aleanca të jetë një. Po si je i pavarur kur je krahas me Ravarit? Pa Aleancë, Armen Ravarit, ne e shohim se Aleanca është këtu dhe ne gjithë së bashku duhet ta bëjmë një. Por pjesën tjetër, po kemi ditët në vazhdim. Sot ishte mundësia që ne ta diskutojmë edhe në kuvend se si të vazhdojmë më të tjerë. A do nxjerra shoja kandidat në Vrapshisht? Është se shohim zotin Se është i pavarur. se është i pavarur. Me shumë gjasa, kandidati i Aleancës për shqiptarët, e pse në fund vendos kuvendi, do të jetë Isen Shabani. Po tash i pavarur ose i Aleancës për I shqiptarët? Aleancës për shqiptarët. Nuk do jetë i pavarur. Kape esencën, sipas përgatitimit. Ato, thotë që mund pritet ribashkimi i Taravarit me Selën. Jo. Ose Unë çfarë kupton bashkimi? nuk ka tendencat aty, as që diskutohet për atë. A kishit ndonjë porositje nga presidenti Begaj duke parë që liderët maqedonas po takojnë që dhe shqiptarët takojnë? Normalisht, çdo herë edhe Prishtina edhe Tirana kanë insistuar që të ketë bashkëpunim të ndërsjellë dhe të afërt të faktorit shqiptar në Maqedoni. Këto kanë qenë çdo herë porositë e tyre. Normalisht edhe situatat aktuale politike në rajon, po edhe në Maqedoni, kështu që në çdo herë edhe zotri Rama edhe zotri Kurti kanë dëshiruar që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Pas na shuani këtë ditë, do jetë Isen Shabani apo do jeni Do jetë i pavarur. Isen Shabani ka shpallur kandidaturë të pavarur. Okej. Edhe Isen Shabani prej sot këtu, do të kooptohet antari kuvendit të Aleancës për shqiptarët këtu, edhe do të jetë me shumë gjasa. Normalisht kuvendi duhet në fund të vendosë, kuvendi Degës Vrapçishti do të jetë kandidati i Aleancës për I shqiptarët. bie se s'është i pavarur. Po deri tash është i pavarur, e ka shpallur. Tash bëhet antari i Aleancës, ai kuvendit të Aleancës për shqiptarët. Hajde se po. Deputeti Bekim Qoku ka dalur me një propozim në emër të liderëve të tjerë të koalicionit Lem, i cili ka thënë që Aleanca për shqiptarët të ketë këto kandidatë të komunave, Gostivarin, Strukan, Vrapçishtin, Likova dhe Brvenica. Është i pranueshëm ky propozim? Bekim Qoku? Po, tash i bisedojmë, atë këto punë do të bisedojmë. E shohim. Faleminderit shumë. Faleminderit.